Ti ke 10 vjetë që jeton në Iran, aktualisht që jeton në qytetin e Kumit, 120 km nga Teherani, dhe 8 km nga Natanzi, që Natanzi, për ata që nuk e din, është baza më e madhe e pasurimit të uraniumit iranian. Jam i sakt? Ashtu është. Okej. Si mund ma përshkruar situatën, dëgjova që ke kaluar rrezik për jetën dhe juve, si e situata në Iran? Nga këndë vështrimi juve? Tani, rrezik dhe aqë e madh jo, sepse çfarë ke caktuar Zoti fundja dhe ne jemi të nështruar ndaj caktimit Zotit, por në përgjithësi situata është pak tragjike, por edhe komike nga krau tjetër, sepse kemi njerëz që vritën të pafajshëm, por nga ana tjetër kemi dhe popullin iranian që nga natyra e tij është pak trimi, le të themi, edhe nuk i trembet luftrave. Edhe në momentet kur mbrojtja kundrajore e Iranit është duke rrëzuar raketat e Izraelit, ata mblidhen gjithë bashku në përparqe dhe festojnë. Edhe duke pirë qarë dhe duke vështruar qiellin që ndriçon sikur janë duke parë ndonjë shfaqje me fishek zjarri. Prandaj them nga një anë është edhe tragjike, nga krau tjetër është edhe disi komik. Do pjesa komike kush është që se tani komike është që si pavarësisht se jemi në një gjendje lufte, kemi të bëjmë me një popull që edhe në luftë ditë të festojnë dhe janë të lumtur, pavarësisht se janë duke bombarduar. Duke u bombarduar. Që nuk i tremben luftës. Kuptova. Pyetje, sipas të dhënave të qeverisë iraniane, ka një numër që ka kaluar 1000 e disa e kusur vetat të vrarë nga bombardimet izraelite. Qofshin ushtarak, qofshin civil, mos them që është më shumë. Po. Deri janë thënë për 233 veta, mos gaboj. Aq është zyrtarja. Po? Po. Dekord. Akoma nuk janë të shkuar të rreth. Tani një nga zoti Kokamani, një nga apelet, një nga fjalimet që kanë mbajtur kryeministri izraelit edhe i përkthyer në gjuhën iraniane, ka qenë që ka bërë ftesë disa herë popullit iranian që të shkëputet nga Ayatollah Khomeini, nga qeveria diktatoriale si që shef perëndimi islamike, pra Republika Islamike, në mënyrë që të bëjë kryengritje dhe situatë që Irani të fitojë demokracinë, sepse shumica kërkon një lloj demokracie etj. Si e shikoni ju nga, sigurisht ju jeni aktivistë, jeni fetarë dhe me ato si interpretoni këtë? Është e vërtet kjo apo është vetëm propagandë perëndimore? Jo, mbi të gjitha unë jam shtetas shqiptar dhe nuk përfaqësoj politikën e Iranit. Unë thjesht jam student këtu, por mendimi im personal është ky që Netanyahu nga njëra anë bën thirrje për miqësi me popullin iranian dhe nga ana tjetër vjen dhe e vret. Kjo më duket pak kontradiktore dhe hipokrite. Ndërsa populli iranian këta unë habitën si nuk e njohin ende popullin iranian, ndërkohë që në Izrael ka shumë hebrej që e kanë origjinën iraniane dhe ende nuk kanë arritur ta kuptojnë popullin iranian. Populli iranian është një popull që është mjaft solid kur vjen puna për vështirësi. Dhe në rast se kanë mos keq kuptime, nëse kanë keq kuptime me njëri tjetrin dhe mos marrëveshje, kur vjen puna te raste të vështira siç është lufta, ku përballen me një armik të huaj ndaj territorit të vendit të tyre, ata të bëhen të gjithë së bashku, janë të bashkuar. Pra, domethënë, mund të themi që në vend që të përçaj qeverinë nga popull, sepse ka pas protesta para 2 vjetësh, zoti Kokamani, ka pas protesta kur u vra ajo vajza e cila nuk veshi në mënyrën e dur atë, se di tani se si thonë atë, shadorin e vetë këto. Dhe është interpretimi i perëndimit, po, se kuptohet. Unë kam 10 vite që jetoj këtu dhe e di si është realiteti. Po të vish sot në Teheran, i ke pothuajse si në Shqipëri, nuk ka asnjë ndryshimi. Janë të zbuluara zonjat. Është në Shqipëri asnjë ndryshimi nuk ka. Janë të zbuluara. Normalisht ka vende që duhet zbatuar pas rregullës, se kur shkosh te institucione shtetërore, normalisht kanë kodin e tyre, që duhet të zbatojnë si një moment.